113 vite institucioni prefektit të Qarkut në Vlorë. Me këtë rast është organizuar nën kujdesin e prefektes Evis Sallushi edhe ceremonia e cila përkujton një nga ngjarjet më të rëndësishme të një prej institucioneve po ashtu më të rëndësishme të shtetit në Vlorë. Autoritetet më të larta të shtetit dhe të pushtetit, por edhe ish prefekt ndër vite, morën pjesë në këtë aktivitet shumë interesant që përkujton 113 vjetorin e institucionit të prefektit të Qarkut, ndërsa është promovuar edhe botimi 50 prefektët e Vlorës 1912-2025. Prefektja e Qarkut të Vlorës Evis Sallushi ka falendëruar të gjithë të pranishmit në këtë aktivitet, ndërsa ju ka uruar mirëseardhjen, foli edhe për historikun e 113 viteve të institucionit të prefektit të Qarkut. 113 vite më parë u vendos dhe u formua qeveria e parë shqiptare në historinë e shtetit shqiptar dhe pikërisht në 4 dhjetor të vitit 1912. Burrat e kuvendit të Vlorës biseduan, diskutuan dhe formuan qeverinë e parë pikërisht në këtë datë me kryeministër Ismail Qemalin. Pas formimit të qeverisë në Vlorë, kryeministri ndër të tjera emëroi edhe prefektin e parë të Vlorës, që njëherë ishte dhe prefekti i parë në historinë e prefekturave të gjitha qarqeve në rang vendi dhe ai ishte Refo Çepari nga Magërliçi i Çamërisë. Dhe pikërisht ne sot jemi mbledhur këtu për këto dy ngjarje të rëndësishme, që është formimi i qeverisë shqiptare, qeverisë së parë në Vlorë, më 4 dhjetor të vitit 1912 dhe emërimi i prefektit të parë në Vlorë. Këto dy ngjarje na kanë mbledhur të gjithë së bashku për të festuar dhe për t'i kujtuar. Me cilësinë e prefektes aktuale të Qarkut të Vlorës, Evis Sallushi falenderoi të gjithë prefektët që kanë dhënë kontributin e tyre në këtë institucion, si dhe ka shprehur mirënjohjen për ta. Unë me cilësinë e prefektes së radhës shpreh mirënjohjen time për të gjithë prefektët, për të 50 prefektët të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në historikun e krijimit të institucionit të prefekturës në Vlorë, e në veçanti kontributin e 2 zonjave, 2 grave të nderuara, Dorotea Konomi dhe Etiona Hoxha, të cilat kanë qenë të vetme në radhën e gjatë të burrave. Mirënjohje për të gjithë nën prefektët dhe në punësit e prefekturës ndër vite, por sidomos pas viteve 1993 kur dhe u riaktivizua dhe aktiviteti i prefekturës filloi të bëj edhe më aktiv. Prefekti dhe stafi i tij kanë qenë të pandar dhe sigurisht kanë një merit shumë të madhe në ecurinë, zhvillimet dhe ngjarjet e Vlorës, por edhe të Qarkut. I paharuar kujtimi i atyre prefektëve që nuk janë më mes nesh, por kanë lënë pas veprën dhe emrin e tyre të mirë. Ish prefekti i Qarkut të Vlorës Shpëtim Gjika ka përkujtuar edhe prefektët të cilët nuk janë më në jetë, ndërsa propozoi të mbajë për ta 1 minutë heshtje. Mirënjohje dhe respekt. Paruar. Përshëndetje të pranishmit në këtë 113 vjetor të institucionit të prefektit të Qarkut, edhe një prej punonjëseve më të vjetra të prefekturës, Teuta Tundo, e cila tha se ndjej emocionuar dhe se prej 25 vitesh rrugëtim në institucionin e prefektit të Qarkut ka patur sfida dhe emocione. Kam këtu një rrugëtim të gjatë, si në aspektin profesional, ashtu dhe në atë personal. Përmes sfidave të përditshme, detyrave të kryera me përgjegjësi dhe ritmit të punës në sektorin e financës, kam mësuar shumë dhe jam munduar të jap kontributin tim maksimal. Ajo që ka bërë këtë udhtim edhe më të bukur, edhe më të vlefshëm, ka qenë fakti se kam punuar me kolegë që më kanë ndihmuar, që më kanë qëndruar pranë edhe në momente të vështira, dhe drejtues që më kanë besuar dhe respektuar. Në këto zyra nuk kam ndërtuar vetëm përvojën profesionale. Kam krijuar miqësi të sinqerta dhe këtë e çmoj me gjithë shpirt dhe jam bërë pjesë e jetës time edhe jashtë orarit të punës. Me shumë emocion në këtë aktivitet është shprehur edhe ish prefektja e Qarkut të Vlorës, Etiona Hoxha, një ndër prefektet më jetëgjata të Vlorës. Për mua është kënaqësi e veçantë edhe nuk dua ta fsheh edhe që është emocion i veçantë. Kështu që zonja Allushi, shumë faleminderit. Përfitoj nga rasti që publikisht uroj për detyrën e re dhe suksese, dhe e dyta për iniciativën që morët. Në fakt,
duket që është një dorë femërore në kurimin e gjithë aktivitetit edhe një mendje e tillë. Edhe burrat e bëjnë një aktivitet të mirë, po e vërteta është që ne sot jetojmë në kohë të tjera, në kohë të ndryshme nga ajo që është e djeshmja e institucioneve. Kështu që në këtë kontekst, kjo përpjekje e bukur e prefektes dhe stafit të saj administrativ vjen si një moment kyç, do doja të thosha, për t'i dhënë formë edhe trajt kujtesës institucionale. 113 vjetori i institucionit të prefekt të Qarkut është përshëndetur edhe nga ish sekretari i përgjithshëm i prefekturës, Kasëm Cenaj. Kam 13 vite që nuk kam ardhur në prefektur, por kam një përvojë rreth 3 vjeçare që ka lënë bresa të jashtëzakonshme në jetën time. Në prefekturën e Qarkut të Vlorës, si një urlisje midis qeverisë apo si përfaqësues i qeverisë në nivelin lokal, që është institucioni i prefektit të Qarkut, po edhe urlisje ndërmjet prefektit të Qarkut dhe popullit, është një marrëdhënie që duket sigurisht çike anashkaluar të themi apo punon në eshtje, por ka një rëndësi të jashtëzakonshme institucioni i prefektit të Qarkut dhe i stafit të tij, duke filluar nga sekretari i përgjithshëm i prefekturës dhe gjithë administrata tjetër civile. Gjatë gjithë kësaj kohe, unë me shumicën, pothuajse me të gjithë prefektët, njihem personalisht, jo vetëm në kohën që kanë qenë prefekt, po shumë kohë më përpara, po dhe ndërkohë dhe më mbas, dhe i kam të gjithë miq. Dhe kjo është një nder i veçantë dhe është një krenari që unë gjatë kësaj kohe kam njohur personalitete të tilla si prefektët e Qarkut të Vlorës. Mbushen kështu 113 vite nga krijimi i institucionit të prefektit të Qarkut, ndërsa tashmë 50 prefektët që kanë dhënë kontributin e tyre për këtë institucion të rëndësishëm janë në një botim shumë interesant që sjell periudhën 1912-2025.